Turistët të cilët vizitojnë qytetin e Gjirokastrës shfaqin interes për reliket historike të ngelura nga periudha e luftës së ftohtë, tunelet prej betoni, ish vendstrehimet luftarake të periudhës së diktaturës, reliket dhe objektet që ekspozohen në qendrat e artizanatit tërheqin vëmendjen e turistëve të huaj. Interesante për ta janë veçanërisht materialet dhe objektet e periudhës së komunizmit, armët relike e të tjerë. Janë goxha të interesante, sepse kanë historinë e komunizmit. Jo të gjithë i duan, po janë interesante, bëjnë fotografi, kush është koleksionist i blen, tregon historinë. Turistët që kanë kaluar kohën e komunizmit, që janë nostalgjik të asaj kohe, dikush nuk i ka ruajtur në vendin e vet, siç i kemi ruajtur neve, që janë produktive, duhen, kanë histori, kam shumë. Kanë nga Polonia, që i duan shumë këto të komunizmit, sidomos tek armët e ftohta, reliket e luftës, një veshje, gjithsesi e marrin. Tashma antikuare dhe reliket nga periudha të ndryshme historike janë dëshmi me vlera të veçanta dhe tërheqëse për turistët që vizitojnë Gjirokastrën. Në këtë periudhë pranvere, Gjirokastra por mirëpret një numër në rritje turistësh vendas dhe të huaj.